Nga obliga çdo ditë vjen në Shirok me një sasi të vogël frutash dhe perimesh, pasi me një pension prej vetëm 9.700 lekësh të reja në muaj, nuk ka çfarë të blej më parë, thot pensionisti Hilmi Proni. Unë qes nej perimi që kam vetë, nej shek, ata janë të se ka sasinë e modë, si me kanë me t'i fije, nej rosh, nej spec që i baj, ishta perime me fjallë, qes perime. Proni kujton se ka punuar 37 vite në ish kooperativën bujqësore të obligës, së bashku me gruan e tij, ndërsa pensioni që merr sipas tij është qesharak. Me 37 vjet punë që kam punuar në kooperativë. Edhe na kanë humbur vite shumë, edhe ashtu ne, sa kanë dhënë rregull vitet. Pra më 1700 lekë të reja, llogarite. Ma ka qenë 2,5%, i ta kanë 1800 lekë. Çfarë fitet kam unë? Si e tajon, edhe gruaja një shko. Pa, më kanë një vetëm mu, ta e njejnë për 15 vjetë që një gjysë, nuk e njojnë ma tepër. Dhe me jallë ke, thot 15 vjetë e gjysë, që kam punuar në firmë mrapa, atë atërës nuk i kanë qitë. Pra, se duhet me pagu një avokat, me pagu lek në ashtë, s'kena pas lek me pagu, edhe kena beti kaq. Kam kenë mate 6 në Greqi, mate 2001, kam dhe 3 vjetë në Itali, por kam dollë me komunët, kam kenë të mytë. Këtë të ka nga zëp dokë, ma shumë me teksenë, unë e kam bo pro. E kam bo pro vetë, A i tregon gjithashtu se edhe token që ka në pronësi nuk mund ta shfrytëzoj për shkak të përmbytjeve të shpeshta. Unë i kam tokat në Batkret. Atë hinë ujnë tokë teme, edhe del ka aboti. I kam atë në kryë mund, ma janë abotit me tokat. Ne met ujë kret. I met që janë kret që ma hinë bunë atë. Hilmi Proni nuk është një rast i veçuar si pensionist. Në fakt, janë të shumtë ata që ndodhen në kushte të ngjashme. Shteti ka detyrimin të jetë i vëmendshëm ndaj hallëve të tyre, pasi ata përpiqen të mbijetojnë me pensione kaq të ulta.